Jemi në pjesën tonë të tretë, është pjesa e fundit për Vila 24, do të flasim për profesionin e psikologut, sepse si kundër shumë profesionet të tjera, si që janë mjekët, apo infermierët, apo farmacistët, të cilët kanë urdhrin e tyre, që ka i garanton qytetarëve më tepër profesionalizëm, edhe psikologu do të ketë urdhrin si një institucion apo si një ent që do të rregullonte, le të themi pak a shumë këtë profesion i cili sa po vjen dhe po merë një tjetër teren në shoqërinë shqiptare. Por do të flasim se sa i rëndësishëm është roli psikologu në shoqërinë tonë, sa e njohim ne psikologun, sa shpesh shkojmë tek ai, por fillimisht do të ndalemi tek urdhri, ky ent apo ky institucion që po krijohet dhe shumë pak ditë kanë mbetur nga krijimi i urdhrit të psikologut, ku do të ketë edhe presidenten e zgjedhur për këtë urdhër, çka do të garantonte më tepër si institucion, si ent, një lloj besueshmërie, nuk e di se çfarë do të ndodh më tej, sepse me të ftuarat tona, me doktoresh Valbona Treska, që është kryetare e shoqatës së psikologëve ligjor, një herazi edhe një kandidate potenciale për urdhrin e psikologut. Përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Jemi ende me kriteret dhe në fazën le themi e zgjedhjes ose e përfundimit të një faze e cile ka nisur prej disa muajsh, apo jo? Prej disa muajsh, në fakt që në fund të shtatorit po merremi me përgatitjet për zgjedhjet e para të urdhrit psikologut, për asamblenë e parë. Për këtë profesion të ketë një status të tillë. Jam gjithashtu me doktoresh Brunilda Laboviti, që është pedagoge psikologjie, mirë se vini dhe ju në Vila 24. Sigurisht për të mbështetur le themi këtë nisëm edhe për të treguar se çfarë do të sjell më tej urdhri psikologut. Flasim pak për procedurën, Valbona, duke qenë se ju keni qenë shumë afër me kriteret, me personat që kanë marrë pjesë, ka qenë një fazë për zgjedhje deri në datën 13 janar, është deri më shumë nga 30 dhjetori. Në fakt të dyja bashkë me Brunën kemi qenë anëtarët të komisionit përkohshëm që ngriti Ministria e Mërqenies si ministri që ishte përgjegjëse për krijimin e urdhrit të psikologut. Dhe gjatë gjithë këtyre muajve të punës që kemi bërë në komision, ka qenë një punë e lodhshme në fakt, një punë e lodhshme dhe intensive për të mundur të regjistronim sa më shumë psikolog që sipas ligjit, sipas legjislacionit në fuqi plotësonin kriteret për të regjistruar në urdhrin e psikologut, që do thotë kishin 2 cikle studimi në psikologji, që është një nga kriteret. Bachelor dhe master? Bachelor dhe master në psikologji, ose master dhe doktoratur në psikologji, ose 4 vjeçari në psikologji, që është ekuivalente me master, me bachelor plus master sipas sistemit Bolonjës. Dhe me thënë, mbasi u plotësuan këto kritere nga një mori kolegësh në fakt, sepse të gjithë janë kolegë tashmë, ato që janë regjistruar, patëm kemi përfunduar me një numër regjistrimesh që ka qenë në fakt jashtë parashikimeve tona, të themi realisht. Mendonim fillimisht që do kishim një numër shumë të kufizuar të psikologëve që do regjistroheshin, mendonim ishim skeptik për mënyrën se si do i lajmëronim gjithë të psikolog, si do i thithnim gjithë të psikolog për të regjistruar të urdhri i parë, por kemi kënaqësinë sot që të shënojmë rreth 890 psikolog afërsisht që janë regjistruar nga gjithë Shqipëria. Kur them nga gjithë Shqipëria, flas nga Kuksi, nga Saranda, nga Shkodra, nga Përmeti, nga gjithë qytetet e Shqipërisë. Ky regjistrim tregon që ky profesion sigurisht ose personat që ushtrojnë këtë profesion plotësojnë kriteret e duhura për të dhënë shërbimin e duhur. Ka jo vetëm këto persona që janë regjistruar, por ne besojmë që ka edhe një mori të tërë psikologësh, të cilët plotësojnë këto kritere për të regjistruar në urdhër, po ndoshta edhe për arsye neglizhence, edhe ndoshta edhe për duke mos pasur një informacion jo të duhur, pavarësisht se jemi përpjekur realisht që ta përçojmë këtë informacion, nuk janë bërë pjesë e këtij regjistrimi të parë në asamblenë e parë që do të krijohet, asamble që neve presim që të finalizohet në datën 28 janar. Kemi shumë kënaqësi që të jemi pjesë e kësaj asambleje, është hera e parë që krijohet në Shqipëri, është një asambleje historike, kënaqësi për gjithë neve që do jemi pjesë e kësaj asambleje, që në vitin 2000 që kanë dalë psikolog nga bankat e shkollës, nuk ka pasur një urdhër psikologësh. Le të themi brezi i parë. Pra është një profesion jo shumë Nuk ka qenë është një profesion relativisht i ri dhe prandaj në fakt të gjithë psikologët që dalin edhe prononcohen nëpër media apo të gjithë psikologët që punojnë nëpër institucione janë gjithë psikologë të rinj, duhet kuptohet që mosha e psikologëve, domethënë mosha më e madhe e psikologëve mund të jetë 38-39 vjeç, ato që janë diplomuar flas nga 2000 e tutje, kështu që është një profesion që ka profesionistë relativisht të rinj në moshë, por jo në eksperiencë, sepse janë të gjithë profesionistë që kanë vite që investojnë
në këtë profesion, në fushat caktuara, në terapi, në këshillim, në shëndetësi, në gjykata, në shkolla. Këtu punësojnë pak, ashtë më dhe janë 700, apo jo, Brunilda, 700 psikologë që përfundojnë çdo vit, Ka një numër shumë të lartë të studentëve që të regjistrohen për të parë në psikologji, përfundojnë edhe më pas masterat e tyre në drejtime si psikologji shkollore, psikologji klinike, institucionale e kështu me radhë. Kështu që po themi që kërkesat për numrin e psikologëve dhe për të arritur të profesionalizohen në këtë fushë është shumë i lartë. Ne jemi pedagogë të dyja dhe shohim që nga viti në vit ka një rritje të kësaj kërkese, por megjithatë do të thoya që ishte edhe kënaqësi profesionale marrja pjesë në komisionin e përkohshëm, që ndanë edhe një eksperiencë shumë të vyer dhe përfaqësimi nga secili institucion që ne përfaqësonim. Kjo ishte shumë e rëndësishme për të qenë pjesë edhe e këtij, po themi, grupi profesionistëve të cilët vendosën dhe ndërmorën hapa për të shkuar drejt asamblesë së parë që do finalizohet në datën 28 janar, kështu është vendosur dhe është miratuar, kështu që me kandidaturat potenciale, por atë që do të veçoja unë së bashku me kolegen time Valbonën, po edhe mikeshën time, është fakti që kemi bërë një fushatë sensibilizuese për regjistrimin. Përpos detyrimeve që kishte ministria, kishim edhe ne si detyrim, si komision i përkohshëm, i pranë këtij institucioni, që të bënim pjesën e sensibilizimit. Që duhet të regjistrohet një? Ndoshta edhe kjo është një sensibilizim tani. Duhet të regjistrohet. Faza e regjistrimit ka përfunduar në datën 13, por duhet të kuptojmë që ky nuk është faza e parë dhe e vetme e regjistrimit. Këto regjistrime do vazhdojnë pafund derisa të ekzistojë urdhri i psikologut. Kështu që normalisht është një procedurë dhe një fazë e cila do të rihapet një fazë të dytë, do të rimerret në një fazë të dytë pjesa e regjistrimeve për ata të cilat plotësojnë kriteret ligjore sipas ligjit. Sipas ligjit. Pse u desh tani të krijohet një urdhër psikologu? Ne e kemi njohur këtë ent apo institucion, nëse mund të quhet, për profesionet të tjera, mjekun, infermierin, farmacistin. Pse u dash që psikologu të ketë tani një urdhër për të? Sepse fakti që ka qenë një profesion i paregulluar me ligj ka krijuar një sër problematikash në ushtrimin e profesionit. Të ndalemi pak këtu, sepse në komision kam dëgjuar që këto profesione kanë ushtruar dhe veterinerët dhe kanë thënë vetë krerët e komisionit. Mund të jetë bërë kjo gjë ndoshta vite përpara. Ne nuk kemi asnjë rast aktualisht të identifikuar që ndoshta ishte një krahasim për të treguar që çfarë po bëhet me këtë profesion i tillë ushtrohet nga jo profesionist. Pa dyshim që ka edhe raste që ushtrohet nga jo profesionist, duhet jemi të hapur për këtë gjë, veçanërisht në rrethësh më problem. Mungesa e psikologëve, sepse të gjithë realisht mbarojnë shkollën dhe dëshira e madhe dhe studentëve është që ta tashohen në institucione pranë Tiranës. Dhe më është vështirë kthimi në vendet e tyre të origjinës. Kështu që kjo sjell edhe mungesë të psikologëve, profesionistë të psikologëve. Kemi problematika të tilla veçanërisht në rrethe, kemi shumë të rregulluar Tiranën, por edhe Tirana prap ka problematika. Kur them ka problematika, e kam thënë këto edhe në takimet që kemi bërë, kemi përmendur vazhdimisht që një nga problemet që është ngritur për psikologët janë psikologët që punojnë për shkolla kanë status mësuesi. Kjo krijon problematika në ushtrimin e profesionit. Psikologët që punojnë pranë gjykatave, institucion cilin unë kam 12 vjet në cilin punoj edhe njoh shumë mirë, njoh majt gishtave gjithë problematikat që paraqisin psikologët që punojnë pranë gjykatave, nuk ka një listë psikologësh që të mund të merret të bëhet një përzgjedhje e psikologëve që duhet punojnë pranë gjykatave. Pranë gjykatës nuk mund të punojë dikush që nuk është profesionist apo nuk ka një minimalisht disa vite eksperiencë puna. Dikush që sapo ka mbaruar 3 vjeçarin. Apo sigurisht ka raste të tilla që psikologu nuk ka përcaktuar dot diagnozën sepse nuk është asaj fushë ose asaj profili. Më tepër, në pjesën futemi pastaj në pjesën e shëndetit mendor, që ka një sër problematikash dhe duken gjëra që janë jo shumë të rëndësishme, por duhet kuptojmë që në momentin që nuk kemi një diagnozë saktë, nuk kemi edhe një trajtim ashtu siç duhet, është si puna e mjekut. Në momentin që ti nuk diagnostikohesh saktë, në atë moment ti nuk merret dhe mjekimin e duhur, se shpesh herë nuk kuptohet puna e psikologut, duket si një punë që është shumë abstrakte e tjerë nuk kuptohet ndoshta nga shoqëria, pjesa më e madhe e popullsisë. E quajmë ende tabu fakti ose tabu, ndoshta është ka ndryshuar shumë. Por
ngurojmë të shkojmë te Kanë psikologu? ndryshuar. Unë ajo që vërre është edhe pjesa e medias. Media bën një punë të jashtëzakonshme në promovimin e profesionit psikologëve. Do të thoni ju që ky mund të mos jetë modeli më i mirë gjithë ato që dalin në media. Po sigurisht që përcjell një mesazh shumë pozitive dhe e thyen këtë pjesën e tabus dhe e kanë vënë re që kohët e fundit njerëzit e kanë shumë më të lehtë të shkojnë edhe të orientohen drejt profesionistit psikolog, se sa vite më parë, të cilën nuk e njihnin edhe aq mirë. Sigurisht. Edhe nuk ishin besim, aq më tepër dhe fakti që psikologët janë të rinë në moshë. Kjo i trem pak, le të themi, shoqërinë për të shkuar, e humbet ato besueshmëri, kanë besim? Fillimi ka qenë më i vështirë, po tani kanë ndryshuar një sër gjërash, e kanë më thjesht njerëzit, dua ta them këtë në fakt që njerëzit kanë më thjesht vinë te psikologu për problemet e fëmijëve. Kur bëhet fjalë për problemet e tyre të çrregullimit ose të fjalëve atipike të fëmijëve, edhe gjën më të vogël po të shikojnë te fëmia, e kanë tendencën që të vinë edhe trokasin te psikologu. Ndryshe nga çka që më përpara që nuk bëhej kjo gjë. Ndërkohë që për veten e tyre të rriturit, prapë kanë vështirë që të vinë dhe të mund të këshillohen. Kemi të vështirë për shembull terapinë familjare, akoma nuk është fare, nuk futet fare në kulturën tonë, edukatën tonë të bërit të terapisë familjare. Duke pasur parasysh stresin edhe ritmin e jetës së sotme, që shumë veta kanë nevojë për një komunikim me psikologun. Po edhe ne vetë, edhe ju vetë, edhe ne vetë kemi nevojë, e ndjejmë shumë të nevojshme. Shpesh herë që gjithë të ngarkesën tonë të përditshme, të punës përditshme, se nuk është shkollajnë që të merresh me 10 raste në ditë, është jashtëmase e lodhshme, nuk kuptohet lodhja e psikologut. Duket sikur është pozicion shumë i thjeshtë që çdo kush mund të shkojë edhe të shprehë gjithë problematikën e tij, po është vështirë që të merresh me njerëzit, është vështirë të dëgjosh problematikat e njerëzve. Kështu që është profesion që kërkon edhe neve vazhdimisht përpiqemi që të bëjmë me njëri tjetrin një terapi të shkurtër. Po njëri tjetrin ndoshta e kuptoni më mirë lodhjen edhe stresin në fund të ditës. Gjithsesi, vetë psikologu, tani folëm për shoqërinë, për prindrit që kryesisht shkojnë te psikologu për fëmijët e tyre, po vetë psikologu sa i gjen veten në tregun e punës? Si ndjehet në tregun e punës? Ndjehet se ka njerëz që duan, ka nevojë për të? Sepse psikologu nuk gjendet vetëm në klinik, do thotë që ai mund të atashohet edhe pranë institucioneve të ndryshme. Do thoya që roli psikologut është fuqizuar goxha, unë e shoh, por kemi edhe qëndërzimin, sepse ke disa profesionistë psikologë të cilët mund të jenë shumë të aftë, shumë të zotët dhe mund të bëjnë disa punë njëkohësisht dhe kjo pastaj mund të centralizohet. Po ka edhe të tjerë të cilët janë atashuar shumë mirë pranë institucioneve, institucionet e burgjeve për shembull, institucionet e shëndetit mendor, të gjitha këto kanë shkollat, të gjitha këto kanë një përfaqësim të profesionistit psikolog. Kështu që gjen terren goxha. E rëndësishme është ta ushtrosh të në mënyrën etike dhe profesionale. Unë do t'ju ndërpres pak, sepse duhet të anoncojmë takimin që vetë kreu i Partisë Demokratike, Luzim Basha, ka filluar me krerët e Partisë Demokratike, ndërkohë unë ju falenderoj në fakt dhe do të kemi mundësinë që bashkë me Valbonën të flasim pasi të jenë përfunduar zgjedhjet si një kandidat ose një presidente arshme uri të psikologu, për të folur më tej për detaje, shumë suksese.